Procesi i identifikimit të zgjedhësve duke skanuar dokumentin. Zgjedhësi i paraqet përpara komisionit të qendrës së votimit dokumentin e identifikimit, letër njoftim ose pasaport. Kryetari i qendrës së votimit bën verifikimin vizual të dokumentit, më pas ja kalon dokumentin operatorit të PEI-t. Operatori e kalon dokumentin e identifikimit të zgjedhësve, letër njoftim ose pasaport, te kanali i skanerit MRZ të PEI. Kujdes! Pjesa e kodit MRZ të dokumentit e identifikimit gjatë skanimit duhet të jetë nga ana e ekranit të PEI-t. Gjatë skanimit të dokumentit, PEI do të lëshojë një sinjal audio për të treguar rezultatet e skanimit. Një bip kur kodi MRZ është skanuar me sukses. Në këtë rast, PEI shfaq informacionin mbi zgjedhësin. 2 bip kur kodi MRZ nuk u skanua me sukses. Në këtë rast, PEI nuk shfaq informacionin mbi zgjedhësin. Tingull alarmi për një dokument që është skanuar dhe identifikuar më parë. Ky votues nuk mund të votojë përsëri. Pasi dokumenti të jetë lexuar me sukses nga PEI, në ekran do të shfaqen të dhënat e zgjedhësit. Kryetari dhe sekretari i KQV-s verifikojnë këto të dhëna. Zgjedhësit i kërkohet edhe ai duhet të nënshkruajë me gishtin e madh të dorës së djathtë në lexuesin e gjurmëve të gishtave të PEI-t. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, PEI printon automatikisht raportin e identifikimit dhe e shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. Presim dokumentin që del nga printeri dhe vendosim tek zarfi ngjyrë boqelli model KQZ 0803 i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Pas printimit me sukses të dokumentit, pajisja do të shfaq mesazhin identifikimi i zgjedhësit u krye me sukses. KQV jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses. Kërkimi i zgjedhësit manualisht. Nëse leximi i dokumentit e identifikimit nuk kryhet duke e kaluar nëpër skanerin MRZ, atëherë operatori do të përdori metodën manuale. Shtyp butonin kërko manualisht në pjesën e poshtme të ekranit. PEI do të shfaqë në ekran fushat që plotësohen, si dhe lëshon disa tinguj alarmi. Operatori plotëson sakt fushat sipas rastit, numrin personal dhe shtyp butonin kërko me numër personal ose generalitetet e zgjedhësit. Tregon në ekran dhe shtyp butonin kërko me të dhënat. Në ekran do të shfaqen të dhënat e zgjedhësit. Kryetari dhe sekretari i KQV-s verifikojnë këto të dhëna. Zgjedhësit i kërkohet dhe ai duhet të nënshkruajë me gishtin e madh të dorës së djathtë në lexuesin e gjurmëve të gishtave të PEI-t. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, PEI printon automatikisht raportin e identifikimit dhe e shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. Presim dokumentin që del nga printeri dhe vendosim tek zarfi i ngjyrë boqelli model KQZ 0803 i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Pas printimit me sukses të dokumentit, pajisja do të shfaq mesazhin identifikimi i zgjedhësit u krye me sukses. KQV jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses. Rastet kur shenja e gishtit të zgjedhësit nuk lexohet nga pajisja. Nëse shenja e gishtit të madh të dorës së djathtë nuk lexohet, atëherë operatori pastron me alkool lexuesin e shenjave të gishtave. Gjithashtu zgjedhësit i kërkohet të pastrojë gishtin, por jo me alkool dhe të provojë përsëri. Nëse edhe pas 3 tentativave shenja e gishtit të madh të dorës së djathtë nuk lexohet, atëherë zgjedhësit i kërkohet të vendosi tek lexuesi i shenjës së gishtit gishtin e madh të dorës së majtë. Nëse edhe në këtë rast PEI nuk lexon shenjat e gishtit, atëherë zgjedhësit i kërkohet të vendosi tek lexuesi i shenjës së gishtit gishtin tregues të dorës së djathtë. Nëse edhe në këtë rast PEI nuk lexon shenjën e gishtit, atëherë zgjedhësit i kërkohet të vendosi tek lexuesi i shenjës së gishtit gishtin tregues të dorës së majtë. Për çdo gisht nëse dështon leximi i shenjës në herën e parë, atëherë leximi mund të provohet deri në 3 herë. Pasi janë ezauruar të gjitha tentativat për leximin e shenjave të gishtave dhe PEI nuk ka regjistruar asnjë shenjë gishti, atëherë në ekran do të shfaqet mesazhi: ju po identifikoni një zgjedhës të cilit nuk mund t'i lexohet shenja e gishtit. Në këtë rast, zgjedhësi duhet të nënshkruajë tek lista fizike e zgjedhësve. Shtyp butonin nënshkroj. Sekretari i KQV shënon në librin e protokollit të mbledhjeve të dhënat e zgjedhësit në fjalë dhe vendos nënshkrimin e tij. Për bërjen e nënshkrimit të sekretarit nënshkruar është operatori. Pasi kemi shtypur butonin nënshkroj, në ekranin e PEI-t na shfaqet një dritare konfirmimi ku klikojmë tek opsioni po
nëse rasti është mbajtur shënim tek libri i protokollit të mbledhjeve dhe jo nëse rasti nuk është mbajtur shënim. Më pas printeri do të printojë raportin e identifikimit. Zgjedhësi duhet të shkruaj emrin mbi emrin dhe firmën tek raporti. Raportin e firmosur futeni tek zarfi ngjyrë bojqelli model KQZ 0803 i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve. Kujdes! Nëse zgjedhësi nuk pranon të nënshkruaj, atëherë shtyp butonin nuk nënshkroj dhe zgjedhësit nuk i jepet fleta e votimit. Identifikimi vazhdon me zgjedhësin e radhës. Rastet kur gishti ose gishtat e zgjedhësit mungojnë. Pasi është lexuar dokumenti i identifikimit nga PEI dhe të dhënat e zgjedhësit janë shfaqur në ekran, nëse KQV konstaton se zgjedhësit i mungon gishti i madh i dorës së djathtë, atëherë shtyp butonin gishti mungon dhe zgjedhësit i kërkohet të vendos gishtin tjetër sipas skemës që tregohet në ekranin e PEI. Zgjedhësit i kërkohet të vendosi tek lexuesi i shenjës së gishtit gishtin e madh të dorës së majt. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, PEI printon automatikisht raportin e identifikimit dhe shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. KQV jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses. Nëse zgjedhësit i mungojnë të 4 gishtat nëpërmjet të cilëve bëhet leximi i shenjave të gishtit, atëherë shtyp 4 herë rresht butonin gishti mungon. Në ekran do të shfaqet mesazhi ju po identifikoni një zgjedhës të cilit nuk mund t'i lexohet shenja e gishtit. Rastet kur shenja e gishtit të zgjedhësit nuk lexohet nga pajisja. Rasti kur zgjedhësi nuk i përket asaj QV. Nëse pas leximit të dokumentit të identifikimit në ekran shfaqet mesazhi me ngjyrë portokalli, ky zgjedhës nuk është në listën e zgjedhësve të kësaj qendre votimi, shoqëruar nga disa tinguj bip alarmi, kjo tregon se zgjedhësi nuk i përket asaj QV. Në ekran gjithashtu do të shfaqet qendra e saktë e votimit për këtë zgjedhës. Shtyp butonin vazhdo për të printuar raportin e identifikimit, i cili vetëm në këtë rast i jepet zgjedhësit për ta orientuar saktë atë se ku mund të votojë. Rasti kur zgjedhësi tenton të votojë për herë të dytë. Nëse pas leximit të dokumentit të identifikimit ju shfaqet mesazhi me ngjyrë të kuqe tentativë për votim të dyfisht, shoqëruar nga disa tinguj të lartë alarmi, atëherë kjo njofton se zgjedhësi ka votuar më parë në atë QV. Shtyp butonin vazhdo për të printuar raportin. Raportin e printuar futeni tek zarfi i vërtetimeve të identifikimit elektronik të zgjedhësve me ngjyrë bojqelli model KQZ 0803. Sekretari duhet të mbajë shënim rastin tek libri i protokollit të mbledhjeve.